Ndodhemi në zonën e Divjakës, aty ku mijëra fermerë punojnë ditë e natë për të prodhuar produkte cilësore për tyrezat e tavolinave të shqiptarëve, por dhe për të çuar drejt eksportit. Aktualisht ndodhemi në fermën e Marietës, e cila ka kultivuar kryesisht po shohim karrotën, por çfarë keni kultivuar gjatë këtij viti? Patate, sharqi. Po, kam 3 hektar tokë. Po, 3 hektar. Kam pasur lagë. Lagët kuqe, panxar, dhe finok. Kush është nga produktet që le të themi Divjaka, toka e Divjakës e prodhon më së miri, që ka rendiment lartë? Divjaka gjithaj po. Këtu është ambari, megjithatë që mban një Shqipëri gjithë. Po kemi si problem tek farat, vlerat. Janë fara pa kontroll, janë shumë shtrenjta, s'na lëvëdis. 2 lekë, 1 kile patate. Ta mbjellësh, jo punimi, jo freza. Nafta nuk diskutohet. Nafta është, mos e pyet naftën. Do punëtor dhe mbjes në punëtor. A pasash me prozës e barë. Do ta shkollish me punëtor prap. Ka kosto. Ka kosto shumë të lartë. Prandaj u kërkoj tani, ne kemi hapur kushtet sa herë gojën, po llavët tona diell dhe shurth. S'kemi shtet ne këtu. Po e lojë që kam, mundi që kam, e qysh hata i malli. Se ju blinit njësa ja shesëm këtu, për do kaloj ju i zoe katës, do e parja mund. Në shtetari, nga trektari do kaloj tek pesa, nga pesa do kaloj tek konsumatori. Kështu që jemi pak në naqë, unë do kam bjellë këse rallë, do shikoj. Se unë lakë në bëra frezë çdo gjë. Lakë bartë, panxar, kompletu me tokë. Frezë, komplet frezë. Unë kam 10 vjetë. Jemi delikatë, mi çuni. Kam 2 çunat, të i punoj. Po është bërë pishmen çuni, sa do t'i thot, nuk ka gjë. Po do të lërgohet. Qa më shkash? Çuni si 26 vjeç. Jo, biqari kam 2. Biqar. Po. Na ka thënë që zvina të gatë fshat, nëse dhe reja. Po nëse ku kam mere, nëse laj shojt të ben me shuar e hes, po latë vinë goca, the, ku do kunoj? Dhe do në shkollë, nga do kunoj dhe gjynata të shtu në herë. Nuk ka jemi shumë kriz, nuk bësia një ka marrë të merë. Jo, unë po shkollit pyesin këtë doni, këto vafe do thoni. Ja bërë frezë që po ligurim aty. Çfarë shkuar keq, nuk ka subvencione? Po ta hiqe se i jep atyre që ka leverdit tira dhe shumica ta shikone. Ne dzejit na grofpose, si sa ka grofpose, po ta fut akoma në grof. Jam të fëtikur, jo fëmija im, edhe unë jam të fëtikur. Se unë kam toka me qera gjithë. Do t'i lësh edhe do? Do t'i lësëm ti. Dhe le qera, po do me në punëtorë, se të qojsh aja. Do blesh farat. Se ta blon fanë 2000 lekë, po ta shesun fanë 500 lekë. Futet do shteti te malli jonë. Ta shesin tregtari, sa më mirë mua ta shesin atje. Teza ta shesin ty aq, që ta hash ti. Ose pak të me 20 lekë. Po mos të vizi 2 fishtë. Si unë që kam bet 6 muaj ta mbyll një janar këtë, shënimi është 10 djem me 7, sot mund të vlerëmi tash. Po kjo është mirë se s'na filluar. Unë një tjetër kam ka karotë re. Shkosha në pasile karotë vjetë ka ta bush dhe ka le gjithë tokë. Ja krej frezoj për karotë. Të doli e shpet njëri. Para buke. Sa kemi ardhur se kursin një. Kursin nuk kam berë. Dhe kursin kem 5 lekë, o sa më paguosi sigurinat e mija. Kaq. Se toka unë mua to nga zero, tira zoras, traktoras, se do mjete. Zëgjë do mjete. Ne i kem berë të gjithë disa herë thirë, ishe veri, se kompleksyre, po tjerë shumë, varë tona, pot. Aje, erdi në divja, foli titri, e fotin dhejta, se nuk e le vafen në lirë të flasin titri. A ishe këtë dojë? Po, të meri. Po të hosh, e bli gojnej. Se shkoja pjetë që zbjeve si s'ke largë i këtu. Qikoj. Qysh më dëkë mbaut, qysh e shesin, qysh rile, qysh. Po kush do prodhojnë pas 5 vitesh, nëse ti tokën e lë, tjetri e lë. Po plake mëre, po shpej më dham 5 vjeto. Ta do të mëj 4-5 vjetë, le vetë fëqia. Se unë atë fëqia se ka pas para 5 vjetësh, që bije. E këto, ka e 70 vjeqe. Do kërë të bije, s'ka, ku pa të ri. Tu ndodhemi në tregun e mas të Divjakës, atje ku fermerët takohen me blerësit, kryesisht për ata cilët grumbullojnë mallin e tyre për eksport. Ky është shaqini i zonës së Divjakës, kultivuar në serat e fermerëve. Ka një pjekje më të lartë duke qenë se ka një ngrohtësi më të madhe në sera se sa në fusha.
dhe ky produkt është i gatshëm për të shkuar në eksport. Aktualisht 1 kg shaqin është duke u mbledhur nga grumbulluesit me të paktën 100 lekë për kilogram. Jemi në serën e Antonetës, na ndodh rrallë të shohim fermere të cilat investojnë mundin dhe jetën e tyre për të prodhuar produktet bujqësore. Antoneta, pse që u fute bujqësisë? Çfarë ndodhi? E kam pas një pasion. Pasion. Po. Sa vite ke? Që e kam filluar, se fillim e kam filluar në për tokat hapura, pastaj u ndërtua një serë, këtë e kam bashkë me një mikun tim. E ndajmë dhe me thënë çdo gjë përgjys. Edhe kam arritur deri këtu ku jam. Ky është viti i parë që mbjellni në serë apo? I shaqirit po. I shoqërit. Po. E herët e tjera, ke pasur produkte tjera, apo? Po, kam pas edhe me fush shaqir. Si ka shkuar? Shumë vite? Kur vjen puna për të ushqitur është pak problem. Është çmimi. Aty është e gjitha. Po, aty. Pjesa tjetër, puna juaj si fermer përballon. Po. Është pak e lodhshme, por është një gjë që dile. Kur e ke mbjellë shoqërinë për të parë? Në 29 dhe themi 1 mars. 1 mars. Dhe mund të themi që janë gati kokrat e para për Po. Ka kërkesë aktualisht? Si ke parë tregun? Ne ishim pak më parë të tregu i Divjakës. Tregu me gjure kam, nuk është se kam bërë muhabet, do me thënë për të hequr, por mirë. Duket i kënaqur. Ka pasur, le të themi, dështime apo le të themi punë që nuk kanë shkuar mirë, duke qenë se bujqësia cilësore dhe si shtipa çati. Ka pasur. Dhe kë pjesa, do me thënë, jo e serës, e fushave që E fushave në shumë. është bërë gjitha i mundim, është hedhur gjitha i leshë dhe në fund ka rritur që nuk është shqitur mallë. Mu më dobi këtë vit që kisha 1 hektar lakër dhe nuk shqita asnjë kokër. Asnjë. Asnjë. Po ç'a ndodhi? E bëra fresë. Për të mbjellur Kulturë tjetër. E kuptoj. Por duket si sektor me risk të madh apo jo? Po. Duhet t'ja dish dhe pak kile. Si që tanë këto. Pra duhet të krijosh pak eksperiencë. Po. Çfarë kualiteti është ky si shoqi? Ky është beja. Kursisht tentohet eksporti apo dhe tregu vendos? Jo, ky është tregu vendos. Është për brenda. E kuptoj. Një pjesë e mirë e konsumatorëve kanë dhe merakun, le të themi, të shartesave, ileve që fermerët dojnë, si do ta dallojnë një shalqin që është, le të themi, bio në atë rritjen e tij cilësore. E dallojnë tek ushqimi, nuk është se kam përdorur ushqim, sepse ne kanë dalë këto që bëjmë testet e pesticideve. Është Organik. serës, kur e kemi mbjellë, domethënë që kemi filluar, e kemi hedhur shumë. Por jo se ka ardhur gjendje me pesticide, absolutisht. Me kuptoj. Dhe të ndonjë spërkatje për morr ose Punën pësër i bën vetë me punëtor? jo, vet. Vetë? Po. Duhet e fort. Për një vajzë, për një zonë që të merret me bujqësinë, duket goxha, le të themi, sfiduese. Je pasur parajgjykime apo? Jo, absolutisht. Edhe ndjej veten shumë krenare që merrem me këtë fund, dhe do vazhdoj akoma të merrem. Duket Mendoj akoma më tutje, për pak dhe më larg, për të pasur dhe diçka më të madhe se sa. është sipërfaqe. Po. Puna është nder. Ka zonjët e tjera që merren që janë injektore Shumë. të produkteve? Ka. Në Divjak ka. I nxit si thua toka, klima për të prodhuar Të gjitha. Bashk. edhe njerëzit punëtorë pëse. Po. Patjetër. Çfarë thirrje ke për të rinjt, për zonjat, për gratë që ndoshta e shohin veten pak ngushtë ose ndoshta nuk kanë atë frymëzimin e duhur për të investuar qoftë në bujqësi, qoftë në fusha tjera? Çdo punë bëhet me dëshirë. Por kjo nuk është ndonjë punë. Duket si fillim të duket sigur nuk bëhet, por nuk ka gjë që nuk bëhet. Vajzat dhe grave ju them që kjo është një punë që të nderon.
Edhe duhet i di çdo njeri vlerën, por tani këto koha që ka ardhur tani njerëzit nuk përshtaten, e kupton? Por që do gjetë pa guxim për punu. Patjetër. E kuptoj. Falenderoj shumë dhe uroj që ky sezon të jetë i mbar. Faleminderit dhe ju. Ta rrish atë ëndrrën që Cell Zero është me sipërfaqe më të madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jemi me Ismet Gishtin, fermer i zonës Livjakës, i cili sa po ka vjen qepët në ara ti. Zoti Ismet, sa vite ke që merresh me bujqësinë? 25, 30 vite, Aha, gjithkohën. gjithkohën. Kryesisht çka keni kultivuar? Po kultivojmë nga të gjitha, duke filluar që nga salsini, karota, qepët, të gjitha gjërat e tjera. E kuptoj. Ka pasur çmim? Me thënë të drejtën, shihet shumë domë. Shumë do. Domë. Sa kanë ndikuar apo? Tani unë nuk di gjë se kush kam ndikuar, po di këtë gjë si fermer që jam që kam kaq kohë që punoj shumë domë. Me sa po shkon qepa? Qepa tani për momentin është me 400 deri në 500 e varion që si qestë. Pa produktet e tjera? Në produktet e tjera kanë qenë kauda, ka qenë mirë këso, po, jo se ka qenë mirë gjithmonë, po, kam i mirë ka qenë. Po kjo nuk do po të gjë se ka qenë mirë një muaj dhe pse sa ditët pastaj e bie pastaj, jo, se nuk se shumë bobët me kjo. Në 25-30 vite punë, ja ka vlerë që të merresh me bujqësinë në fshatin? Me thënë të drejtën, po të kishte rregullat të mia edhe mund t'ja vlete këtë flas për zonën e Livjakës, po, se për zonat tjera nuk t'ja vlen fare. Edhe mund t'ja vlente, po, duhen goxha rregulla. Subvencionime, ashtu? Fare, zero, unë për vetë, po, se, në gjithmonë, të vetën financiis netum, zero. Po pse kështu? Së di, nuk di jasë, unë dhe të gjë që të gjitha i marrin bileta aty gëllem në përfikat, të marrin të, nga duhen lekët në dorë për vete. Po. Subvencione, asë edhe një gjitha, zero. Çmimi i naftës si ju ka ndikuar? Një minatë shumë keq. Ta arritur, do me thënë, me 1200 kg ke marrim neve atë jiti. Qa më të përballojmë neve, edhe sot që janë kaq shpejt të tani, edhe çmimet janë të lista, po. Sa naftë për traktori, pavarësisht? Pavarësisht të bëj një rrugë në shtatin Zaku që është më thotë, deri atë duhet të paut, të me paga 6.000 lekë. Po kjo nuk ndikon, se kjo hajde dhe këtë s'është një këtë e puna përbimi tokës, e përzimit e gjitha me ra. Që kanë kostë më tërë? Kanë kostë për shumë të lartë, jo më të lartë, për shumë të lartë. Për mirët me në bujqësi? Për mirët me bujqësi, unë theshe dera vetë, nuk se ata janë me shkollë. I keni arsimuar? I kam arsimuar, se të kanë kene me jam të shtetit, jo se është, këtë shumë ka punuar gruaja, më shumë. Edhe me, po. Po, si shikohet, te kanë me qef të rinë nere me fshatin me husin? Nuk e di, po në mënyrë të përgjithshme, s'ma merr mendja. Ta merr mendja? Jo, nuk ma merr mendja, me them të drejtë. Ti qa moshe ke kodisht? Unë tani jam 65 vjeç. E sa do punosh që? Po se do punë, do punoj se do shemor të mi, kse pensionet janë shumë të dopta. Unë do punoj, sa ta ke mushtin time. Do ushqesh? Do ushqe, si mi qatë. Ekonomi, vëndët përmeji? Nuk dan, Nuk vënd. nuk dan. Nuk dan do për arsye, thamle, më shtu si zone shumë e mira, po edhe si rinjt me vjen aq mirë që të punojnë edhe të rinë këtu, po edhe që ata nuk e di, nuk e të balojnë do ndoshta dhe iki. E mirë është që të rinë, se vende jote është vende jote dhe kjo është të fresh. Falenderoj juve dhe gjithë të mirët. Kënaqësia është e imja e një fermeri këtu që stunon të pakën 12 orë në ditë. Zoti do të shërbejë juve. Ajo që mund të them është që zona e Divjakës është zona më potenciale në Shqipëri, ku gjeneron si në volum prodhimi, ashtu dhe në vlerë financiare, por jo vetëm për fermerët e Divjakës, po për gjithë fermerët e zonës së Myzeqes, 4 janë problemet kryesore që kërkojnë një zgjidhje. Është orientimi i fermerëve, që lidhet me llojin e kultivarit, me llojin e produktit,
me sasinë që duhet të prodhojnë në bazë të kërkesës së tregut. Së dyti është agroteknika dhe këtu është për mua e rëndësishme është fara, çfarë fare dhe çfarë fidani neve prodhojmë dhe kultivojmë. Duke thënë paktën me një notë më të ulët të agroteknikën, sepse fermerët e njohin mirë dhe agroteknikën. Ka gjithmonë nevojë për një përmirësim të agroteknikës. Së treti që është shumë e rëndësishme është aksesi në tregje. Pra ne nuk flasim më për tregjet lokale, por ne duhet të synojmë tregjet europiane. Sfidat e integrimit europian neve do të na vënë përballë një situatë të tillë ku konkurrenshmëria e bujqësisë shqiptare duhet jetë në një nivel më të lartë. Pra do të thotë të prodhojmë më mirë, të prodhojmë me standarde, të prodhojmë një produkt të cilat kërkohet nga tregu dhe të aksesojmë atë me një kosto prodhimi dhe me një çmim konkurrues. Së katërti që është shumë e rëndësishme është aksesi në financë. Pra fermerët që të prodhojnë mirë, të prodhojnë me standarde, të rrisin sipërfaqet, të përdorin ato varietetet të cilat janë më të kërkuara, duhet të mbështeten financiarisht nga sistemi bankar, apo nga kredit dhe subvencionet. Ndoshta subvencionet nuk janë në atë nivel që mundet të përmirësojnë dhe të reduktojnë koston e prodhimit, po të paktën në grandet duhet jenë të përfshirë. Pra, nëse flasim nëse rregullojmë këto katër element, unë jam i sigurt dhe kushdo tjetër që bujqësia shqiptare hecë përpara dhe fermerët do të jenë konkurrues në tregjet elitare. Kemi një rënje të prodhimit, pra nëse do të referohemi të dhënave të Instatit, çdo vit ne kemi një rënje me 2%, 2 deri në 2.5% të rënjes së prodhimit në shkallë kombëtare. Edhe divjaka, prodhimit e divjakës kam pas një luhatje në vite. Pra shalqini ka qenë një nga ato kulturat të cilat ka pas problematika në aksesin me tregje, apo dhe kulturat e tjera. Pra ne shikojmë her pas here, ne shikojmë importin e produkteve që cilat të penetrojnë në tregun tonë, ndërkohë që ne kemi të gjithë potencialin për ta minimizuar këtë import, por edhe për ta rritur pjesën e eksportit. Kemi rënje dhe statistikat e tremujorit të 2026 tregojnë që kemi një rënje të eksporteve tona. Dhe kjo do kërkon një vëmendje më të madhe, një vëmendje e cila nuk e lidh vetëm në çështjen e politikbërjes, por edhe në çështjen e mbështetjes dhe sjelljes në vëmendje të interesave të fermerëve dhe të bujqësisë shqiptare. Përfshirja e të rinjve në bujqësi është një nga problemet më madhore që ne kemi. Kemi një rritje të moshës, pra bujqësinë tashmë po e vazhdojnë vetëm pensionerët, pra pensionistët. Duhet parë me një lloj interesi, pra kërkohet një sensibilizim më i madh, një incentiv financiare, në mënyrë që të rinjt të përfshihen në bujqësi dhe të trashëgojnë atë traditë familjare që ato kanë. Nuk mundën që e gjithë popullsia të përqendrohet në një zonë urbane siç është Tirana me 1 milion banor, sepse tek e fundit me çfarë neve do të ushqejmë vendin, kërkesën e konsumatorit vendas, dhe nuk po diskutojmë tani edhe eksportet që kanë një kërkesë jashtëzakonisht të madhe dhe është një avantazh i joni që ne duhet ta shfrytëzojmë më së miri. Pa incentiva, pa sensibilizim, kjo nuk do të arrihet. Edhe në konferencën e parë kombëtare të industrisë së përpunimit të qumshit u theksua nga folësit që të rinjt duhet të përfshihen si në fermat blegtorale, ashtu dhe në industrinë e përpunimit, kryesisht edhe në zonat rurale, për të trashëguar atë që ne e kemi dhe ai quhet një aset kombëtar i Shqipërisë.